por më hidhron shumë kur shikoja kufoma njerëzish që binte lumi. Sigurisht disa kufoma ishin të freskëta, disa kufoma ishin të enjtura, se Napoleon Zerva kishte lëshuar një qarkore në minoritet dhe thoshte çamrit do vinë dhe do masakrojnë minoritarët grek me shenjë hakmarrje të masakrës së paramithis të Filatës dhe të Pargës. Përshëndetje miq, jemi në muajin e Çamërisë. Muaji i Çamërisë, ku për ne sipërimat e vogël janë zëri më i bukur që mund të dëgjojnë, por për nëna Çame, po janë hiç më të nënave, sepse ne kujtojmë masakrën e Çamërisë. Sot kam nderin dhe në të vërtetë jam shumë e emocionuar sepse jam një histori të gjatë, jam një histori që flet. Është ndryshe të flasësh për historinë, është ndryshe të flasësh për historinë të shqiptarëve dhe të çamëve. Por të flasësh në vetë historinë, në të vërtetë është diçka tjetër. Dhe sot jam të realizuar sepse jam me profesorin Hajri Nusuti, me profesorin Çam i cili e ka kaluar gjithë jetën e tij dhe e ka kuptuar gjithë jetën çështjes së Çamërisë. Të gjithë e dinë punën e tij politike që ka bërë, por kam dëshirë të marr disa mbresa sot në muajin e Çamërisë, në muajin e lindjes, në muajin e krismave. Kam familja dhe deri më sot. Faleminderit që më pranoni në shtëpinë tuaj dhe në vërtetë jam shumë e nderuar dhe më vjen të falenderoj që më kthuat sot se sot jemi bashkë. Unë duhet t'ju falenderoj juve, keni marrë një mision shumë të rëndësishme, çështjen Çame. Dhe më vjen shumë mirë që një vajzë e re ka një preokupacion shumë të madh, sa në Shqipëri aq edhe në Turqi, që mbledh informata, që mbledh të dhëna interesante për të zbardhur historinë e Çamërisë. Kjo është një shenjë që duhet të vlerësuar shumë puna juaj e fisnike, puna juaj abdetare, puna juaj për çështjen Çame, domethënë çështja Çame është sot një çështje vitës. Kanë kaluar 80 vjetë sa dhe akoma nuk ka zgjidhur drama Çame. Ka mbetur e pazgjidhur dhe qoftë politika, qoftë edhe disa përfaqësi që ma përsi për çështjen Çame e kanë lënë basdore. Prandaj sensibilizimi i çështjes Çame është një domethënie e madhe dhe një vlerësim shumë i madh që juve keni misionin tuaj ta popularizoni. Faleminderit shumë. Mua le të më vlerësoj gjithë bota, po përballë vlerësimit tuaj ajo do ishte shumë e pak dhe një zero, por të marr falënderimet tuaja dhe të respektoj nga ju me të vërtetë që do të kredibilizuar dhe të ndihem më mbretëres një mbretëres. Profesor Hayedini, juve keni lindur në Çamëri. A ka mundësi që të na rretheni? Ato që kanë bani mund në ligjin e shtatit të Çamërisë, erët deri në moshën e Çamëri dhe pastaj ashtu si të gjithë çamët të rënuar dhe të përdhënuar dhe të masakruar, jeni detyruar të largoheni nga projet tuaja, pra nga vendimja juaj, nga plagu i derës, aty ku folës fjalën e parë, aty ku çati të herë të parë, aty të herë të parë ka nëma. Pra, kredi diçka juve, çfarë kujtoni, si ju kujtohet Çamëria, si ju kujtohet çati juaj, ardhja në Shqipëri, si eksperimentet në Shqipëri në atë kohë, kur filluat të shtuani të herë të parë të Çamërina dhe kur thyet të herë të parë në Çamëri, kur thyet çfarë ndjehet? Unë kam fatin e mirë dhe fatin e keq që dramën Çame e kam përjetuar aq sa mund ta përjetoj një fëmijë 10-12 vjeç. Megjithatë, një fëmijë 10-12 vjeç sigurisht ka ato lajthitet e veta në kujtesë, po prapë janë disa gjëra që rrënjosen dhe ato nuk shlihen asnjëherë nga kujtesa derisa të keq jetë. Unë kam parasysh një gjë. Në vitin 1944, domethënë në verën e 44, shumë familje Çame nga zona e Paramithis u shpërngulën drejt kufirit shqiptar. Fshati jon ka qenë kufiri shqiptar o grek. Dhe kjo atëherë mësova se çamrit ishin në presionin e një persekutimi të madh nga bandat nacionaliste greke. Nuk kaluan shumë, mas 3-4 muajsh në shtator 1944 dhe pikërisht 22 shtator 44, familjet Çame po shpërnguleshin përfundimisht nga Çamëria. Kjo është një dramë. Neve hesnim, nuk dinim se ku shkonim. Neve hesnim, nuk dinim se ku do ta kalonin natën. Bimri ishte përpara, vështirësitë ishin shumë të mëdha, neve ishim pa mjete, domethënë e përshkronim rrugën në këmbë.
ishin kaq shumë tensionuar situatat e familjeve çame, sa që më kujtohet unë kisha një vëlla të vogël, ka ikur ai, nuk e kam vdekur, një spastë, dhe ky ishte 3-4 vjeç. Unë isha një 10-12 vjeç. Unë mbaja motrën në krah, ishte e vogël 1 vjeçe, ndërsa nëna kishte përdore djalin. Kaq shumë u hutua nëna, sa djali iku nga dorë dhe se kuptoj. Dhe heci nga 3-4 metra dhe sikur u zgjuan nga gjumi tra djali. E shola këtë shembull të tregoj se sa të emocionuara, sa të tensionuara, sa të dramatizuara ishin familjet çame kur vinin rrugës. Në kujtesën time janë rrënjosur disa gjëra që nuk shlyhen kollaj. Fillonte dimri, fillonte shiu, nëna gjente për jashta. Neve dyshime kishim tokë, çati kishim qiellin, dhe neve flimin, vyeshin dhe ngrisheshin me qiell të hapur pa asnjë mbloj. Domethënë me një rrezik që kishin marrë me vetë ata. Kjo është një dramë më vete, kjo është një histori më vete. Por ajo që ka shumë rëndësi që duhet kujtuar është që kur kaluam kufirin shqiptar, neve gjetëm një mbështetje të madhe, mbështetje shumë të madhe tek populli shqiptar. Megjithëse ishte një popull që sapo dal nga lufta, krahinat e jugut ishin sigurisht Shqipëria sapo dal nga lufta, dhe prapë ata na ndihmuan me ndonjë ushqim, mundoheshin nga një herë na shtrehojnë në familjet e tyre. Në një fjalë gjetëm një mikpritje, gjetëm një dashamirësi, gjetëm një ngrohtësi të madhe kombëtare. Këto pikërisht duhen kujtuar dhe s'duhen harruar. Por ajo që mua më ka mbetur në mendje dhe nuk do ta harroj asnjëherë, po ta këtoj me shumë respekt, jo vetëm familjet shqiptare muslimane, po neve na kanë pritur, na kanë respektuar shumë dhe familjet minoritare greke. Mjafton të kujtoj në 44, në dimrin e 44, në fshatin Sopik, një fshat i Sarandës, na zuri një breshër i madh në atë rrugës. Dhe vinë 2 burra drejt familjeve tona, ishin 3-4 familje të fisit tonë, dhe na ftojnë në shtëpinë e tyre. Shtëpia ishte në një brek. Ata kishin boshatishur shtëpia, kishin ndezur zjarrin dhe neve na strehuan, na plotësuan të gjitha ato mundësi që kishin, na ndruan me teshat e tyre, na dhanë ushqime dhe na mbajtën 3-4 ditë. Aq shumë interesuar ishin, sa ata edhe ujin nuk na linin neve të mbushnim ujë, se ishte shumë larg dhe nuk donin të na mundonin, dhe mbushnin veten na e binin. Pra, ne gjetëm ngrohtësi, por ka një gjë, unë e vlerësoj dhe respektoj shumë qëndrimin e minoritarëve dhe të grekë në këtë kohë. Se Napoleon Zerva kishte lëshuar një qarkore në minoritet dhe thoshte çamrit do vinë dhe do masakrojnë minoritarët grek me shenjë hakmarrje të masakrës së paramithis, të Filatës dhe të Pargës. Ata jo vetëm që nuk u ndikuan në kjo propagandë, po përkundazi hapën dyert dhe na pritën me ngrohtësi shumë të madhe dhe me dhimbje shumë të madhe për dramën që kemi pasur. Pra populli është ai që e ndjen zemrën dhe vuajtjen e popullit, politika bën të sajën. Pastaj si vazhdoi, juve ikish në moshën 10 vjeçare kur erdhët këtu, apo jo? Apo këtu? Unë kam qenë 10-12 vjeçar në atë kohë. Sa familje erdhët nga fshati juaj, apo nga... Tani, shkurt të vitit 1944, Çamëria u shpërngul totalisht, sepse forcat greke, forcat e Napoleon Zervës, forcat nacionaliste greke pushtuan Çamërinë dhe çdo pushtim e shoqëronin me terror. Neve fshati jon ka një lum, që quhet lumi Kalama. Neve jemi bri fshati lumi Kalama. Ai lumi Kalama më krijon shumë kujtime të ëmbra dhe të hidhura. Të ëmbra njërë sepse atje neve shkonim edhe luan në buzë lumit në sinë e verës me prindrit tanë, edhe bërim edhe me qik plash. Por më hidhron shumë kur shikoja kufoma njerëzish që binte lumi. Sigurisht disa kufoma ishin të freskëta, disa kufoma ishin të enjtura, do me thënë kishin ditë që vërshonin e për ujë. Dhe sot i bëj pyetje vetes time, këto kufoma kanë qenë njerëz të pafajshëm, pavarësisht nga cila anë, musliman apo të krishterë. Lufta ka viktima të pafajshëm. Në Çamërinë në atë kohë konfliktet ishin pa baza, pa kritere. Konfliktet spontane. Filluan të dalin armiqësitë e vjetra të muslimanëve ndaj të krishterëve ndaj muslimanëve. Vrasja e një çami ishte një ngjarje e shënuar patriotike për grekët. Është një autor grek, Janis Sharra ka emrin ky, ka bërë një libër dhe në mes të këtyre tregon disa episode që meritojnë të përmendet. Ai thotë:
kur vritesh një çam, rapsodi i këndonte këngë, dhe këto këngë thot këndoheshin edhe në për panaire të greqian ca festa festive. Dhe e quheshin si gjëra që një moment kombëtar. Do me thënë, u vra një shqiptar, u vra një çam, u vra një kundërshtar i shtetit grek. Në fund të fundit, historia ka treguar se në mes popujve nuk ka asnjëherë armiqësi. Armiqësitë e mbjell politika, armiqësinë e mbjell politika, e mbjell nacionalizmi, shqiptarët e çamërisë me të krishterët historikisht kanë shkuar mirë. Mjafton të kujtoj një shembull. Në kohën e luftrave kundër perandorisë osmane, shumë çeta çame që ishin kundër sistemit osman, ndiqeshin nga qeveria turke. Një ndër ta ka qenë dhe Lule Çapari. Lule Çapari ndiqeshin nga forcat osmane dhe shkojnë në një fshat afër parkës që quhet Morfak. Dhe i thot asaj, ti moj plaka, morfaqote, a ke vend të rrim sonde? Kam sonde dhe si sonde, bujrum Lule trim zotron. Pra kjo nëna e krishter nga Morfati, i hapi derën këtij trimi çam dhe i tha, jo vetëm sonde, po edhe si sonde, do me thënë sot një javë. Plus asaj, në revolucionin grek, për shembull, kanë pasur aleancë çamrit me revolucionin grek. Mjafton të kujtojmë se Foto Xhavella kishte mikun më të ngushtë, vëllamin më të ngushtë, Islam Pronjon. Dhe në kohën që Islam Pronjo ishte i rrethuar nga Ali Pasha, ky i dërgon një letër dhe i thot, vëllam, të përshëndes, jeni të rrethuar, merrni masa, je i urtë dhe nuk ke nevojë të t'jap mendum. Unë këtë letër e kam gjetur në botimet e vitit 1880 në një autor anglez që ka qenë bashkëkohor në atë kohë. Që sholla këtë shembull se çamrit dhe ortodoksët e çamërisë nuk kanë pasur disharmoni, kanë pasur harmoni, kanë pasur mirëkuptim. Kur hyri politika, kur hyri nacionalizmi, kur hyri e keqja, sholli këtë të keqe që i përçau njerëzit. Ajo që dua të them është kjo. Çamrit akuzohen se kanë bashkëpunuar me të huaj, me pushtuesin. Dhe sot propaganda greke është jashtëzakonisht e mbushur me akuzat të tilla. Por veç asaj, edhe propaganda fashiste italiane shpresonte shumë, duke parë vuajtjet e shqiptarëve të çamërisë nga qeveria greke, se këta do të ishin mish për top të Italia. Por koha tregoi se çamrit nuk e mbështetën luftën italo-greke. Çamrit nuk e mbështetën pushtuesit. Çamrit nuk ishin kundër qeverisë greke. Dhe po ju sjell një shembull. Mussolini, 28 tetor 1920, kur shëlmoi Greqinë, mendoi se do ta kishte një kolonë të pestë çamërinë dhe çamrit. Dhe ju prejtoj për një Shqipëri të madhe. Qiano në Sarandë erdhi dhe mbajti një fjalim për një Shqipëri të madhe. Në krah kishte Nuridinon dhe i dha porosi të mobilizoni çamrit anej kufirit, duke dërguar dhe armë në mënyrë që kur të vinë forcat italiane, ato të bëjnë sulme mas shpine të forcave të greke. Këto janë dokumenta historike të shkruara dhe po e citoj pa asnjë deformacion. Kur filluan sulmin italianët, çamrit nuk bën asnjë tentativë në mbështetje të forcave italiane. Përkundrazi, ata mbështetën forcat greke. Aq është e vërtetë sa që kur bëri Mussolini analizën të sulmit të trupave greke në 20 nëntor 1940 dhe konstatoi se neve na patën premtuar që çamrit do të ishin një mbështetje e madhe e forcave tona, por ata nuk dhanë asnjë ndim dhe na tradhtuan çamrit. Dhe këtë deklaratë e bën të njohur edhe Hitlerit. Këtu ka një gjë shumë interesante. Nga njëra anë, Mussolini thot na tradhtuan çamrit, sa dhanë një mbështetje çamrit. Nga ana tjetër, grekët thotë çamrit bashkëpunuan me italianët. Pra e vërteta është që çamrit nuk kanë bashkëpunuar. Por ka një gjë. Sot në Greqi ka historian objektiv me dashamirës të së vërtetës historike. Ata me këto deklarata që bëjnë, hedhin teza që përgënjeshtrojnë gënjeshtrat. Një autor grek, e disa autorët tjerë, si Zhango për shembull, Janishara e të tjerë, thonë, forcat çami nuk e mbështetën pushtimin e Italisë. Batalioni Çamëria thonë nuk ishte batalion me forcat çami. Këto ishin batalion
Komuni I zonës së Konishkollit që u mobilizua nga Aziz Çami. Pjesëmarrja e elementit Çam në luftë mbështetës të forcave italiane ishin si gishtat e dorës. Megjithatë duhet të thënë që në luftën e dytë botërore, ashtu si në shumë vende të botës, edhe në Shqipëri, edhe në Greqi, edhe në Francë, dhe në gjitha vendet, kishte edhe elemente nga popullsia vendase që bashkëpunuan me pushtuesi. Por këta ishin, si thuhet, një pakic dhe ishin viktima. Në Çamëri, për shembull, bashkëpunëtorët më të ngushtë të pushtimit fashist ishte Vlezri Dino, Nuri Dino, Mazar Dino, Xhemil Dino. Dhe këta arritën që të mobilizonin disa mercenarë me vete dhe krijuan trazira, por këta nuk përfaqësojnë popullsinë Çamëri. Dua të di më tepër për familjen tuaj. Ne kemi ardhur këtu në 24. Ne jemi vendosur këtu në plazhin e Durrësit, që quhet sot Lagja 13, në mars të vitit 1945. Që nga marsi I vitit 1945. E deri sot nuk kemi lëvizur. Neve në atë kohë babai im kishte 2 vëllezër edhe një motër. Zakonisht familjet Çami shkonin bashkarisht sipas fisit. Vllazëria nuk ndahej nga njëri tjetri. Në mënyrë që të ishin mbështetjet të njëri tjetrit gjatë rrugës. Sa familje erdhën nga fisi juaj? Tani nga fshati im u shpërngul komplet si gjithë fshatet e Çamërisë. Ate asgjë nuk kam vetur. Rrëzaj. Shiko tani si ishte puna. 22 qershor 1944, forcat gjermane u tërhoqën nga Çamëria. Kur them nga Çamëria dhe nga Greqia, nga Epiri. Nuk kishte rrugë tjetër veç se largimi I Çamërit. Sot padrejtësisht në librat greke me karakter nacionalist dhe anti-shqiptar, thonë Çamërit u tërhoqën me gjermanët, ikën bashkë me gjermanët, se kishin bërë krime dhe donin mbështetjen e gjermanëve. Çamërit nuk ikën me gjermanët, por duke patur frikën e forcave të greke, e sulmeve të nacionalistëve grek. Këta ikshin mas forcave të gjermane që të kishin një farë mbrojtje që nuk do sulmoheshin. Por tjetër rrugë ishte e Gjermanisë, tjetër rrugë ishte e Çamërit. Çamërit hyn drejt kufijit shqiptar. Po para se të më fal, para se të hyjë në kufijin shqiptar, pra është jemi në muajin qershor të vitit 1944 kur vazhdojnë masakrat e kënjohurit famëkeqës Zerva, I cili në fshatet e Çamërisë bënte masakrime. Në Çamëri, në 26-27 qershor, e deri në 22 shtator, ka disa valë goditje. Goditja e parë u bën paramithi, 27 qershor. Forcat greke ikën drejt Pargës. Këto forca I shoqëronte hap pas hapi Napoleon Zerva. Napoleon Zerva ka bërë një ditar. Nga viti 1942, periudhën 42-45. Është një ditar voluminos. Unë kam parë këtë ditar dhe kam edhe në shtëpi. Ai në ditarin e tij tregon se nuk janë bërë masakra. Përkundrazi thot element të veçantë, ka një tendencë sot në historiografinë greke që të minimizohen masakrat, të mos popularizohen masakrat. Nuk ka autor grek që në një libër të vetë në histori të tregojnë masakrat janë bërë në Paramithi, në Margëlliç, në Parg, në Filat e tjerë. Nuk I tregojnë. Bile përkundrazi ka një tendencë që edhe në qoftë se janë bërë vrasje, siç u bë masakra e Filatit në 45, këto u quajtën se gjë u bën për çështje hashmërie, për çështje gjakbarrie, për çështje fërkime të hershme dhe nuk përzin gjithë elementin nacionalist grek. Po këto krime do t'i bën 50-60 veta. Pra me një fjalë, në historiografinë greke, sot nuk ke burime të sakta, të vërteta për krimet që janë bërë Çamëri. Por ka një gjë. Dashje pa dashje, grekrit hedhin dritë vetë për masakra. Po jap një shembull. Napoleon Zerva kaloi nga Paramithia në Mazorek, në Margëlliç edhe drejt Pargës. Kur u kthye nga Parga për të shkuar në Paramithi, kaloi në Margëlliç dhe pa atje fshatën e Djegur. Margëlliç është fshat qytet, nuk ka ndonjë qytet I madh, është fshat qytet. Kjo e revoltoi shumë Napoleon Zervën. Po këta budallënj thot, pse I prishin shtëpitë? Të tyret janë, domethënë, ai e quante një budallik të grekëve që dogjen shtëpinë ato nxehtësi, që këto shtëpi do I trashëgonin vetë, dhe si që I trashëguan, dhe si që po I mbajnë sot, dhe si që po I shfrytëzojnë sot. Shtëpitë që kanë mbetur, pronat që kanë mbetur, që janë atje njëra tjetër. Nga ana tjetër, Napoleon Zerva përshkruan me hollësi edhe ngjarje të mëdha. Për shembull, në Filan, në Mazorek thot, u mblodhen disa elementë thot, që I bënë rezistencë forcave turke dhe u
u izoluan. Pra, a izolimi është ekzekutimi, por këtë ekzekutim ai e motivon se gjoja i bën rezistencë forcave të greke. Isha dhe këto shembulla për të treguar se historia e luftës dytë botërore dhe shpërngulja e shqiptarëve të çamërisë nga trojet e veta në burimet greke nuk ka dritë. Megjithatë janë dëshmitë e njerëzve që janë një dokumentacion i gjatë qoftë këtej, qoftë edhe ëndër. Po ka edhe burime greke shumë interesante që janë të papublikuara që tregojnë për masakat greke. Ja po tregoj një shembull. Para disa kohësh një miku im kishte gjetur në arkivat greke një fotografi të kampeve të përqendrimit të Çamrës 1940-41. Dhe kishte gjetur në Hio, është një ishull Hio. Dhe ky ishte një personalitet nga Çamëria Musademi. Dhe ky tani ishte njëri shumë i njohur në Çamëri. Dhe kur e gjeti ky me atë dosjen këtë fotografi, ky ishte nga Çam i Krishterë, e mori këtë fotografi edhe më dërgon mua. Më porositi që po të dërgoj një fotografi që historinë e tij të jetë shumë mirë, por mos më ekspozo kush ta ka dërguar. Kjo është një fotografi në kampet e përqendrimit në 1940. Këta u zhvilluan në prill maj 1940. Pra ky është marrë fotografi nga punonjësit e burgut të Vallëv kur ishte në Çamër. Ishte shpërfitiluar. Vetëm sytë dukesh, nga të kimet e para që i mluar fytyrë. Dhe ju luta këtia. Pa marrë të të lutem shumë. Ai ambienti i kampit si është, ta më dërgojnë fotografi. Nuk kam ku ta gjej. Me siguri tani, atje ku ishte fotografia, ishte tërë ambienti i kampit, e shumë të përgoshës të tjerë, po ajo ky ruajtja të vetveten e tij. Tash këtu desha me thënë që në këtë periudhë u larguan Çamrit. Por Çamrit kanë lënë gjurma të pashlyeshme pozitive. Për shembull, në vitin 1942-44, placi kishte shumë konflikte sociale. Konflikte, armët kishin dalë sheshit, urrëtia, mëritë, hashmëritë e vjetra kishin dalë sheshit, qeverin nuk kishte dhe filluan vetgjyqësit njerëzit. Por Çamri, përfaqësuesit e Çamërisë, paria e Çamërisë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Në 42-shin, në fshatin Koskë, bëhet një mbledhje e parisë Çamërisë muslimane të krishterë që të evitojnë trazirat, vrasjet dhe grabitjet në mes të popullsisë. Dhe ka shumë shembuj pozitiv që Çamri kanë marrë në mbrojtje të krishterëve. Po t'jap një shembull. Kur Çamrit ishin në internim, familjet Çami u persekutuan dhe u përdhënuan. Vajzat e nushet e bukura thërriteshin nga postkomanda, mbaheshin atje, përdhënoheshin dhe ktheheshin ose nuk ktheheshin fare në shtëpi. Pasuria e tyre ishte marrë e grabitur. Kur erdhën Çamrit në internim, e mësuan këtë dramë dhe filluan hakmarrjen ndaj dhunës dhe persekutimin që kishin bërë familjeve, hakmarrjen ndaj grabitjes së pasurive të bagdive, të bereqetit dhe të tjerave, dhe këtu paria e Çamrit është vendosi që të pritet të rrugë. Dhe ka shumë shembuj që japin vetë historiografia greke që Çamrit kanë marrë në mbrojtje familje të tëra greke në familje dhe i kanë mbajtur deri u ka shqetësuar. Dhe po të këvësh re ti sot, shumë Çamër që shkojnë drejt Çamrit e shumë të krishterë të vinë Shqipëri. Janë ato lidhje që i krijoi lufta në ditë të vështira, të morën në mbrojtje njëri tjetrin. Mirë po, kur në këto ditë të vështira Çamrit morën në mbrojtje njëri tjetrin, pse nuk i morën dhe grekërit në mbrojtje Çamrit në ditë të vështira? Kjo pyetje është vështirë për të përgjigjur, sepse Çamrit kishin lidhje dhe njohje dhe marrëdhënie shumë të hershme në mes muslimanëve të krishterëve. Ishin komshi, ishin bashkëfshatarë, ishin fëmijë, ndërsa në luftë nuk ishin këta që u bën objekti të razirave në Çamëri. Po ishin të krishterët e zonat të thella të Greqisë që ranë në një vend të panjohur. Për shembull, bandat greke. Margëlliçi bie fjala. Kush e dogji Margëlliçin? Margëlliçin e dogjën të krishterët e zonës së Sulit, që si një fare Margëlliçotët. Të krishterët e Margëlliçit nuk u akmorën ndaj muslimanëve të Margëlliçit, që kishin lidhje, kishin miqësi. Ai tjetri ishte miqësi për kërdinde. Këto janë ato
si thuaj drama çami, që duhet zbardhur dhe duhet patur parasysh një gjë. Kemi pasur një tendencë dhe kemi këtë që gjithë grekët i quajmë armiq. Ashtu si shton edhe grekët gjithë çamët janë armiq. Tu duhet dalluar elementi i shëndoshëm nga elementi i keqbërës. Nuk janë gjithë grekët e krishterët armiq. Përkundrazi, populli me popullin ka gjithmonë marrëdhënie miqësore. Nuk ka popull armiq, ka politikë armiqe. Armiqësinë e ndjell politika. Ja për shembull, ka një fenomen interesant në çamëri. Në historinë e çamërisë tregojnë historiografitë, asnjëherë nuk fillonin betejat e fshatarëve kundër fshatarëve, e fshatarëve muslimanë kundër fshatarëve të krishterë. Por fillonin ku i ndërsinte beu, mercenarët e vetë, për interesat e veta, dhe këta i bineshin beu. Pra këtu janë viktimat e politikës dhe të klaseve në fuqi, domethënë bejletë. Për çamërinë është heshtur nëse një gjysmë shekulli. Tani çfarë po bëhet për çamërinë dhe çfarë duhet të bëhet për çamërinë? Është e vërtet që çështja çami nga një herë merret me seriozitet, nga një herë harrohet, nga një herë zgjuhet. Pastaj, çështjen çami në 44-45 qeveria shqiptare u interesua shumë në forume ndërkombëtare. Dhe kjo duhet njohur dhe duhet respektuar. Në 53-shin, kur çamrit morën pasaportën shqiptare, interesimi i qeverisë shqiptare për çështjen çami ra, për çamërinë ra. Po kur them ra, u bë shpërfill që e pa përfillur. Dhe kjo vazhdoi deri në 90. Çështja çami nuk diskutojmë. Në 90-ën lindi Partia Çam. Partia Çami u tregua shumë aktive në këtë kohë, me gazetën e vete, me shtypin e vete, me propagandën e vete, domethënë me pozitive ishte. Dhe bëi një kontribut, u publikoi edhe historia. Domethënë filloi të evidentojnë vlerat e krahinës së çamërisë për kontributin që kishte dhënë në lëvizjen kombëtare shqiptare dhe për figurat e quara të lëvizjes kombëtare shqiptare. Kjo është një pozitiv. Mas kohësh, kjo politikë e partisë Çami dhe shoqatës Çami, që ishte shumë aktive. Mjafton të kujtojmë një gjë. Komiteti antifashist Çam është krijuar në dhjetor të vitit 1944. Pra në shtator ikën Çamën nga çamëria, kaluan kufirin në Shqipëri, shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Mbas 4 muaj u krijua struktura e Komitetit Antifashist Çam. Po të shikosh dokumentacionin, punën që ka bërë Komiteti Antifashist Çam është e lavdrueshme. Nuk ka lënë forum ndërkombëtar, pa dërguar peticione, letra, denshe të Bashkuarat e Amerikës për çështjen Çam. Në 90-ën u krijua Partia Çam. Pati një galleri, u krijua dhe gazeta Çamëria. Pati përsëri në lëvizje. Me kalimin e kohës, siç e ka politika shqiptare e zgjuar, e letargjia. Dhe sot e kësaj dite nuk ka as parti, as pushtet. Sot çamërit nuk dinë se kush është kryetari i partisë Çami. Partia Çami sot, edhe shoqata Çami, shoqata Çamëria, bëhet e gjallë në kohë fushatash për të nxjerrë një deputet, për të bërë aleancë me partitë e mëdha shqiptare, për të zënë në një vend, për të marrë në një tender, për të krijuar për të marrë një drejtori, në mënyrë të rregullojë një pjesë të vet. Çamëria nuk si e rregulloi. Qeveria shqiptare as e ka pasur në platformën, në agjendën e platformës politike, gjitha partitë kanë plan çështën Çami. Çështja Çami sot është e praktikuar. Sot ju takon Çamëve të marrin në dorë çështjen Çami. Çështja Çami është çështja e një pakiqe shqiptarësh të shpërngulur nga trojet e tyre, që kanë ardhur në Shqipëri dhe akoma nuk kanë gjetur si thuhet të drejtën dhe qetësinë e tyre shpirtërore. Buajtjet e Çamëve, njerëzit që kanë ikur andej, që kanë mbrapa, nënat akoma që rrojnë ose gjyshet që rrojnë, kanë një peng të madh sepse nuk mund të shkojnë sot në varrin, nëse ka një varr, të lënë një tufë me lule në kujtim të afërit të tyre, të djalit dhe të vajzës që e kanë. Çfarë mesazhi do të jepni gazetarëve shqiptarë, mediave shqiptare dhe historianëve? Mesazhin në radhë të parë do të jap komunitetit Çam. Sot komuniteti Çam është një komunitet me potencial ekonomik, politik dhe intelektual. Ka shumë djem të shkolluar, ka shumë familje me një biznes të fuqishëm, mos ta harrojnë çështjen Çami. Në qoftë se harrojnë çështjen Çami, harrojnë identitetin e tyre. Çështja Çami duhet të jetë çështja kryesore që duhet që gjaku në arteret e trupit të ketë edhe çështja Çami. Kur komuniteti Çam me këtë potencial intelektual që ka,
të punoj, të shkruaj, të sensibilizoj dhe të bëj si thuaj një brez të ri që ta ndjejnë çështjen çame, vetiu edhe politika shqiptare do ndërmjetësohet. Mos presim nga politika shqiptare. Kur neve vetë çamët, komuniteti çam, nuk është i predispozuar, nuk e ka në shpirtin e tij çështjen çame. Sot për shembull, çështja çame ndihet, sensibilizohet, është bërë gjallë në konferenca, në takime, në simpoziume, në ngjarje, në kujtime të figurave vetëm nga Fondacioni Hasan Tasim, që duhet përgëzuar që është një fat i mirë që kemi një fondacion me një kontribut jashtëzakonshëm për çështjen e çamit. Faleminderit shumë për kohën që kushtuat dhe ishte një temë shumë kryesore sepse jemi në muajin e çamërisë, pra jemi në 80.000 vjetorin e masakrës ndaj çamëve dhe unë sot i bëj pyetje të tilla. Sot çfarë bëhet për çamërinë? Faleminderit shumë për juve, ju përgëzoj, jeni shumë e admirueshme, jeni një shembull pozitiv me këto që bëni. Shumë faleminderit. Juve leni preokupacionet e juve familjare dhe keni marrë një mision patriotik të sensibilizoni çështjen çame, sa në Shqipëri, aq edhe në Turqi. Unë ju kam ndjekur juve. Juve keni intervistuar me qindra familje çame. Juve keni bërë një punë të jashtëzakonshme dhe ju sugjeroj që këtë punë që keni bërë dhe po bëni, grumulloni, sistemoni dhe të krijoni një botim ose di botime për këto vlera të mëdha. Dhe do gjeni një mbështetje të madhe se ka edhe çamër që çështjen çame e kanë primare në jetën e tyre. Kush nuk don atdheun, nuk don vetveten. Neve duhet i mësojmë fëmijët tanë me historinë e kombit ton, por jo t'i ngjallim armiqësi. Ne duhet të mësojmë historinë e kombit ton me të mirat e të këqijat e saj, por asnjëherë nuk duhet të mbjellim në shpirtrat e tyre urrëtie. Nga urrëtia, nga mia nuk ke dobi. Ne duhet të shohim historinë, ta shkruajmë mirë, ta shkruajmë drejt historinë, ta mësojmë historinë. Faleminderit shumë.